duhet dënoj me forcën më të madhe dhunën e egër çnjerëzore të përdor dje kundër protestës. Janë agresue gra me fëmijë të vegjël, me karroca. Janë agresuar qytetar pa asnjë lidhje me protestën. Janë agresuar dhe kërcënuar me jetë eksponent të protestës vetëm e vetëm se po protestonin në mënyrën më paqësore. Aktet e dhunës njerëzore të ushtruara këto ditë ndaj protestuesve paqësor janë dëshmi e plot e ftyrës kriminale të këtij regjimi diktatorial. Duke dënuar ato me forcën më të madhe, u bëj thirrje të gjithë anëtarëve dhe mbështetësve të Partisë Demokratike, të gjithë qytetarëve, të bashkohen dhe të mbështesin këtë protestë. Për të realizuar largimin e këtij regjimi, ndër më të këqijt që ka njohur shqiptarët në histori. Është koha që çdo qytetar shqiptar të jap kontributin e tij për shpëtimin e vendit. Kërkesat e protestës rinore qytetare janë kërkesa të çdo qytetari të ndershëm shqiptar. Janë kërkesa në mbrojtje të interesave jetike të shqiptarëve, interesat kërcënuara në mënyrë fatale nga organizata kriminale dhe qeverisë shqiptare dhe kreu i saj Edi Rama, që plaçkisin çdo orë, çdo ditë, çdo javë, çdo muaj dhe varfrojnë në mënyrë të tmerrshme shqiptarët. Ndaj dhe ftoj demokratët të frymzuar nga kjo proteste pa ndërprerë, të japin kontributin e tyre në këtë moment historik. Edi Rama nuk ka të ardhme